Bejtet në dasma shkodrane, vëllimi i parë me autor Bojar Zurali, vjen pas 2 botimeve të para që reken të dokumentojnë të traditë bukur që vijon të jetë aktive në Shkodër. Për beten kanë botu shumë. Po i përmend me emnët, po akte një 11 botime janë, 2 pensileve janë edhe të mitë, por veçanërisht për beten në dasma shkodrane nuk ka botu. Veçoritë e bejtjes së lëvruar në dasma shkodrane, por dhe larmitë e tyre në një mori dasmash me emër të mirë, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por dhe zonat të tjera të bashkisë, brenda një harku kohor prej 2 shekujsh. Erdhë me herët i thash me shoqnin, pi me kafe të ky lokali, e kërkove bejtën tonë Shqipninë e ka rujt Bojar Zurali. I ky libera me bet, e gjithmonë e mon lezetin, generali boni vëllimin e tretë, mërne e shionja lezetin. Kurse në pjesën e dytë të emisionit do të sillim një shembull të mirë të dorëzimit të çmimit. Arisidh Kola nga Unioni i Gazetarëve të Fierit në Divjak. Na ndiqni të premten datë 27/3/2026 në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.